Që e ki caktim edhe rrës zëthit, nuk ka Gjina kurse ta Fatmir, se ki caktim. po caktimi ishte e Fatmir, vëlla, vetëm se e njofi tash Shqipëria nga ana ime e Fatmir. Me miliona veta, vëlla, brenda 24 orë. Paktën vetëm orën të ma kthente mbrapsh. Ma kthente Do i paktën. theme. Shiko, foli një herë Fatmir se ty ta respekton fjalën e. Zotë më ka nejtë gati shumë, më ka respektu shumë. A kupton Fatmir u habita çne se ai mënyra që shërvi tek unë ervi sikur duhet ndihmoj e djali mirë çdo gjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku je Guçi? Unë vërtet jam duke u sulmuar nga të gjithë njerëzit. Ja prevish nga Arusha u sulmove, jo nga të gjithë. Ani po vjen me shakate humore ti e samse. Flasim realitetin vëlla, të njofi gjithë Shqipëria nga ana ime. Përbes. Jo përbes, po e shikojnë edhe njerëzit e fon vet vëlla. Çka më botesh? Mori gjithë ata fam nga unë sa. A thua? Me realitet vëlla. Pse merr njëri fam me sharje me gjana që ke boti? Nuk bëra sharje unë sa. Ti më shave nga babajra me të pas pa të bëra zje, vetëm se doja të largohesham se u tallë me mua me një orë. Çka do të shpëta kthy orën? Po vëlla, ma kthen dot orën. Po, përbes ta kthej. Kur mundesh ta bësh këtë gjë? Kur dush. Okej. A e ke orën time akoma? Aty ku e ke lanë? Në Dubai, midis Dubai të prit. Po ti zvete dot, jam mbyll aeroportin. Ja, ku ju mbyll aeroportet? Qa po më thonë njerëzit që sufton do? Ja, ma udhëtohet. Të desh. Nuk po Për s'kam qa ke bote, e kon mirë. Iku. A kupton, nuk janë gjestet mira ato, më fat mirë. Vjen për dorë me marrë audiencë, me ungrite, pastaj loz rolin e ignorantit edhe me humor djallëzimi. Ja. Guçi, apo më gëmu dishka. Ma mirë fal privat, edhe jeti ma rregull e ma rregull. Kam provuar me fol privat shumë herë Fatmir, po jo me më ignoru mua vëlla. Me më thënë duhet ndihmoj se në fillim kur erdhi afër meje Fatmir, tha je djali i ri, ndihmoj një smur. Unë i thash nuk jam i smur vëlla, vetëm në një lutje nga Zoti doja. Dje ka marrë iniciativë për 2 ditë kam shel 200 kë një rast smur që ke spital. Po bravo vëlla, po e njofi tash Shqipëria nga ana ime Fatmir, me miliona veta edhe me u tau me mua ashtu e më ignoru mua, me mshajt mua nga babai vdekun. Një njeri që bën bamirësit nuk e ka këto lloj zemre karakter vëlla. I keni mbyll be ato Guçi mos I çel ato. Çam mbyll vëlla. Jam mbyll sepse po sulmoj Guçi, hajse mbase e vrasin Guçin. Un ditë për ditë do ngrihem e do bëhem më I fortë vëlla. Si ja vlen Guçi për zotin e madh. Nuk ja vlen, po un po provoj me hec me hakun vëlla. Me hakun e njofi gjithë Shqipëria sa më do bëjnë nga ana ime. Nga ana ime e njofi sa më do bëjnë vëlla. Tani, a mundën pak të më hapi vuratën që mberi? Më morin Dubai me minjorua? Je më vë. Po, vëlla, fiksi ishte me të futur, vëlla, se përdore se nuk di ky për këto gjëra edhe hec pastaj. Po prandaj po qanë të Fatmiri një se është njëri pozitiv Fatmiri, është I vuajtur I di gjërat, vëlla. Ko fto e pak të Fatmir ta sjarëm këtë problem. E pan me miliona shqiptarë. Edhe Arusha kishte nxjerrë video, kishte thënë, ore as një faleminderit Guçit, as një video në tërë ato sulmime që po bënin. Jo me dalë edhe me thënë, ore larini rahat se s'është mirë. Po Guçi, edhe për mu thënë se është mirë se më bërë, ka kupton? Edhe për atë Demoqin kanë thonë çështë. E dupto. Mos e merr nga zemë.
Nuk po e marr gazime vlla, po tani prit pak, përdore Gucci. Okej, atë foli tash diçka kush. Ngo. Vet fakti se I kam për shembull 19 vjet burg. Nëse unë I them dikuna diçka, më njerë kam thon leje se sa mirë se në burg ai. Ai të kupton. Nesër me dal pi burg, edhe nëse unë jem të fol në diçka. Edhe unë një burgaxhi jam më fat mirë, më pa të Shqipëria për vuajtje që kalova e disfaktet. Kanë me thonë e ka lidhur Fatmiri burgin. Është normal, ja, kupton mos. Nuk po provoj me hum Fatmirin, po kërkoj ndihmë nga Fatmiri me I fol pak vëlla. Me I fol pak se edhe unë isha ideal që I ervigjina se mos më kishte besuar Shqipëria mua, nuk jam budallën shqiptar të zhgënjen. Shqiptari nuk zhgënjet let. Më besuan të shqiptarët e ervigjina për vuajtjet që kalova vëlla. Një djalë I ri, më humbi të rinia, çdo gjë në për këtë vende, e të më marrë një njeri si Sami që bën të këto bamirësi, e me marrë të audiencën time, me njoh gjithë Shqipëria nga ana ime, Fatmir, edhe me më hedh poshtë ashtu, me minjoru, me utall me mua, e në fund fare, mbas përdorjes, me ma thënë edhe më shah baban e vdekur. Am beson diçka kush, unë nuk e kom një kur të fol diçka keq për zotin e më. Unë nuk po them ndonjë gjë vëlla, po o Fatmir, e njohën miliona shqiptarë e njohën nga ana ime. Po, a më çe për shembull tash e njeh këtë bota. E njeh këtë bota, po vëlla, po të Shqipëria nga ana ime e njoh Samin vëlla. Më ftojnë Dubai me minjoruar, me utall me mua Fatmir, e mbas tërë asaj tallje me mshave baban e vdekur vëlla. Unë nuk çfarë bëj. Ka dal Arusha I ka ardhur gjina Arushës për mua më ka mbrojtur vëlla. Më ka mbrojtur Arusha, ka thënë ore paktën një video ta bëj paktën o Gucci, faleminderit vëlla, më vetë tër këtë famë vëlla. Faleminderit për respektin. Më fal që u talla me ty që të vash orë falso. Unë nuk besoj çashtu Gucci. Vajta kontroll o Fatmir. Për Allahun, wallahi e din, më vrap Zoti vajta kontrollova orën falso vëlla. Apo beson mua kuç. Mu për veti personalisht, ti e din që do më thonë më konë burg edhe me pas një krah ose një bështetje. Prandaj po vite ty po provoj me sqaru këtë problem se ti je dikush që ta dëgjojnë vëmendjen. Edhe mu më kam bështet. Zoti ngrat. Kam bështet Fatmir, edhe mua njësoj mu qasti vëlla. Pse ma bëri këtë gjë vëlla që e pan miliona njerëz me minjorua kur unë nuk I bëra asgjë gabim, mu qas vetë për famën që kisha. E pastaj mbas kur minjorove me një orë falso vëlla që e pan miliona shqiptare, po më tanin, po qeshnin të shqiptar. Vajti e më shau baban e vdekur vëlla. Mo ty duket çashtu Gucci, nuk besoj se duket e kemi parë të, po janë gjëra që po provon me imbulua se hajtë se po suportoj njerëz me lek, unë jam blu gojën me anë të lekut njerëzve vëlla. Unë ças po kaloj vëlla, një farë. Ngëm, leki nuk është gjithçka. Nuk është se unë dëgjoj një gjë Fatmir. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Unë kam moshën, e kam rinin Fatmir. Unë mund të rri fshera si 5 vjet. Mund të jetoj izoluar në një vend 5 vjet, 10 vjet. Unë kam moshën vëlla edhe sabrin ma ka dhënë Allahu Fatmir. Po ai nuk e bëri mirë vëlla. Edhe mua më injoroi para 1.5 milion veta. Ai vetëm po plaket vëlla. Unë po them, unë me sabre me dua, la haula walla, ali asweti, akhi, wallahi e din, vla. Wallahi e din, Fatmir, se nuk I bëra gjë gabim, vla, më ftoj vetë, mu qas vetë për famën, e njofi të Shqipëria nga ana ime, mi njorovi me orë falso, Fatmir. Pse jep një mesazhe negative këto njerëz? Edhe pastaj, mbas gjithë asaj ku provohet ja ktheva mbrapsht vëlla, më shajti edhe baban. Apo vështirë ja vëmi përgjigje këtyre. Ja ditë kaluam Guçit, ja kuptoj vujtjet. Problemi është se na do të më kom bashk me animun njëri tjetër. Po pse ma bë mua këtë vëlla kur unë vetëm qasa diçka që ai paguante miliona lek me pat çka kisha unë vëlla. I qasa tëra të famë nga shqiptarët. E më hedh mua ashtu. Apo a më lën folje Guç po.
Ti Guçi duhet me gjetë një mënyrë për me bisedu me të direkt edhe në rregull A mundesh si u qas tani që unë ta qava hallin ty ervi direkt dëgjoj vlla, se je dikush që të respektojnë e të duan njerëzit për vujtjet e tua si më duan dhe mua vlla. A mundesh ti fosh pak të futet live me mua vlla, se më ka ngel hatri vlla, jam mërzitur. Jam mërzit Fatmir. Nuk e dua lekun e ti vlla. Vetëm paktën një video ta bënte, një video, një postim. Okej, unë nuk muna me fol për tjetër kënë Guç. Unë muna me fol për vetë. Po amanetin tën ka me qumë ven. Jazakallah khair vlla, Allah ka shpërblet. Për respektin edhe konsideratën që e kam për ty, edhe kam i thonë, edhe na shtatu më dëgjullë, dhe që tash, kam i thonë se ato që ka ndodhë ma herët, harroj o Guçi. Po harroj vlla, po unë një njëri si unë nuk e harroj se po m'djek zemra vlla. Po m'djek zemra Fatmir, kisha miliona njerëz Fatmir, edhe më ftoi, më qasi, më injoroj, edhe më shajti ku po m'diqte zemra më shumë vlla. Ngëm tash o Guçi. Momentin që ti ja bën halal dikund. Ja e bën halal, ja nuk ja bën halal. Ja e bën halal komplet, ja nuk është për shembull po ta bëj gjys halal, dhe që tu po ta bëj halal dhe që tu s'ta bëj halal. Po sulmohem ditë për ditë nga çandovi me orën e Samit vlla. Sa njerëz po më thon, ore mos të bëri këtë Sami, edhe Sami i ka parë. Po dalin video që më mirë të pranosh shaheden e të vdesësh në vend se sa ti pranosh ato gjëra që po më nxjerrin. Gjasme ma ka bërë Sami, më ka bërë djallëzimet, gjasme më ka bërë pisliqe për një orë. Ty tu ka bo kompleks, tu ka bo vezvese, nuk është kur gjëje. Nuk është ves ajo vlla, se sa mi vuante për çka kisha unë për audiencën. Edhe e njofi ta Shqipëria nga ana ime vlla. Edhe tër video, tër postimet nuk ka dalë një herë me fan, ore çuna. Qa janë këto fjalë që kam bërë unë këto gjëja që janë gjëja që nuk lejohen në fenë e Islamit vlla, Guçi, sikur është Guçi bëqese, nuk dua, më vjen rëndë me i përdor këto fjalë vlla. Për një orë. E pastaj më doli se ja ktheva orën facën mbrapa se më shkajti babain vlla. Amo ti mos bi preje provokimeve o Guçi. Vlla, unë kam dhënë shumë qet vlla, jam sulmuar nga të gjithë njerëzit sepse i ka fut në trazira shqiptar me anë të lekut me 100 pound, të nis 100 pound pastaj të nxjerr foto sikur je qen. Edhe nxjerr sikur ka kocka e fotos do ju jap me ushqim juve qen. Një njeri që e ka zemrën e pastër, e ka kalbin e pastër, edhe është me hakun e Allahut, nuk ta jep një gjë e pastaj nxjerr video e foto sikur je qen ti vlla. Edhe nuk ju shqej me ju qen rrugaçës. Po unë për rrugaçlikun që kisha, më njohën miliona njerëz vlla, edhe mu qasti Sami nga ana e rrugaçlikut. O Guçi, nëse unë ty ta blej një dhuratë. Po. Edhe ti nuk e pranon çfarë dhuratë. E ku është dhurata? Jo. Ti po ma bleve mua një dhuratë. Edhe një njeri që është rritu me vujtjet, edhe e dallon që ti ma ke me puç do me thënë me anë të futjeve. Ma kesh ti me futje, mua më ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë Zoti. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, live do ven e lërja tjera të Zotit. Me pak fjalë, merre një hap sigurimi se të mbron Allahu nga hapat e tjera. Edhe unë e dallova çau i fytyre kishte, çau i njeriu ishte me djallëzimi që donte të përdorte për audiencën time, vajta e kontrollova orën. Kur e dallova që ishte falso, ishte me spec puna me puç, ja ktheva mbrapsh. Kur ika nga Dubai, më shajti dhe babain torë më torë, edhe më ka kërcënua në mesazhe, më ka thënë, do të vrasin njerëzit e mi, kanë ardhur shokët e mi nga Amerika po të ndjekin, edhe më shajti baban tim ramet pas. Po një njeri Fatmir, një njeri që miret me bamirësi, që ndihmon njerëz të smur, që ndjek rrugën e hakut Allahut, nuk i bën këto gjëra vlla. Çai i bëri babai im ramet pas? Babai im vdiq në momentin kur e caktoi Allahu. O Guçi, edhe mu nga dik boba në burg. A e kupton vlla, është një dhimbje vlla, rri ndonjëherë, edhe kam filluar, më ka fujt aq shumë djallëzime në tru Fatmir, që pyes Allahun e dua vlla, i them o Allah, a do jetë vërtet që do takohemi në xhenet? Edhe më rri mua Sami sikur është njeri i hajrit e bamirësi vlla. Mua më doj të Shqipëria më doj gjithë vlla nga ana e Samit, që unë i vash vetëm famë.
Vetëm fami qasa, vlla, çaj bëra. S'pe di e kuqit. Lënd menojnë pak edhe tani dëgjojmë ja vetë. Unë po vazhdoj me stërvitje, jazakallah khair, vlla. Njerëz, më ndihmoni me diçka ju lutem. Kam bërë një postim me Sami Dubajn. Shkoni të e bëni tag Sami Dubajn nga 10 herë ju lutem. Për hir të Zotit. Më ndihmoni ju lutem njerëz.